ideja e vijave të kuqe nuk do me thonë gjithnjë në kuptimin e koalicionit. Do të thotë në kuptimin e një diskutimit që mundet me ndodhë për një diçka të caktuar. Mirë po kjo jo do e mos jemi të vija të kuqe një për koalicion apo diçka tilla. Dhe nuk ka qenë ajo logjik. Prandaj si opozit kemi thonë se përket formimit të qeverisë i takon partisë e cila ka dalë para që të krijoj ta ketë aftësinë bashkëpunimin, komunikimin të krijoj qeverinë. Në qoftë se nuk arrin, është obligim institucional i partisë dytë që të ketë një mundësi bashkëpunimi me parti tjera të formoj qeverinë. Unë kam bindjen që në qoftë se ka një paaftësi të partisë parë për me realizu qeverinë, unë kam një bindje që zotri Hamza është një person mjaft i aftë për me ndërtu një koalicion i cili e ka në fokus atë që ka premtu, zhvillimin ekonomik, përmirësimin e mirëqenies qytetare, dhe mendoj që është një person që pranohet nga një shumicë mjaftueshme në kuvend atëherë kur i vje rasti. Mirë po, si me thonë, mos bojmë hop ende pa më rri deri në atë pozicion. Nuk kemi në atë fazë, nuk kemi qitë as kushte, as... Jo, shiko, une pe kuptoj mungesën... Shiko, une kemi thonë gjithmonë që opcionet janë, kemi paraqit disa herë, që opcionet janë brenda partive opozitore. Dhe une pe kuptoj që ka mungesë transparentës nga partia parë, në mënyrën se si ka realizu gjatë tërë kësaj kohe, negociata, diskutime dhe në mungesë të transparentës mandej po implikohet që të kemi pyetje hipotetike. Mirë po, thashet njëherë, ne kemi një pozicion jashtëzakonisht të qartë, po edhe, si me thonë, me një besim të madh që kemi një kandidat i cili arrin me kriju një shumicë në se ka një paaftësi të partisë parë për me kriju qeverinë. Dhe du të me pas vullnet, unë ndëgjova më herët që po thuhet që dihet emri i kryeministit, në realitet emri i kryeministit e din 61 vota. Këto përfundon.